Sadri, janë disa Serbë të cilët... Jo, në falë që të ishtë ashtu me po pytin. Pse për shembull, domethënë gjithë gazetarët, shumica e gazetarëve serb që domethënë punojnë edhe veprojnë në Kosovë, po edhe vinë pas here siç është Radomir Dimić, janë përkrahas të Albin Kurti. Unë veç po duhem me thonë këto se për këtyne gazetarëve Radomir Dimić nuk është gazetar. Ai ka qenë drejtori i tjegullorës në Podujev para lufte. Domethënë ka qenë pjesë e nomenklaturës politike të asaj periudhe. Po shumë edhe nga për protesta që përmendën Albin Kurtin. Pse? Ka qenë ka pas një parti politike këtu në Kosovë me një Dragi Shamirić, zbashku kanë konkuruar, nuk kanë mujtë me marrë deputet. Për që për shembull ki rastin e Krstiqit për kur? Krstiq, edhe ky tjetër. Pse ata nuk vinë me mua mu ballafaqu këtu? Pse? Dëgjoni. Unë nuk jam kritik i Albin Kurtit si kryeministër. Unë jam kritik i veprimeve të tij të cilat na sjellin në një situatë të palakmueshme me Amerikën. E pse po përmendin Kovend? Dhe ky fakt që unë e them publikisht, e ka bo Albin Kurtin me ma përmend emrin. Kovend, me më thonë Udbash, me më thonë shpejon e Serbisë, me thonë këto çështje, sepse unë nuk i kam rrajt kur edhe Serb kur kam punuar në shërbim informativ të Kosovës, zoti Sadri Imeri. Atë punë e kam krye, me krijue ambient për komunitetin serb që ta pranojnë realitetin e pavarësisë Kosovës. Dhe ky fakt ju dhem do dove. Unë nuk e kam shef kur që 2 vite gjys kam qenë pjesë e analitikës së sigurimit sekret të Jugosllavisë, në Kosovë, në Prishtinë. Atë periudhë, 2 vite e gjys, unë me letra, me përgjime, me qka kom mujt, i kom quhe, se Ibrahim Rugova, nuk o konë që këj atër. Dhe atë periudhë, unë ja kom dërzuar njëret cilën kena i ti me ta. është Shaban Mehona. Po, e vërtet. Pastaj e kom lëshuat, sepse merdhen informatat që mujt dekonspirohem, dhe e kom luë, lojnë që kom luë zbashku me profesor, edhe profesor Agani ma ka mundësua pas talden nga zetari. Shkurtime se jemi minutat e fundit, dojnë me një tim tjetër. Po? A do është paralelu shumë herë vizita e Granellit në Kosovë? Pse se dhe bo? Granelli është në Kosovë. Nëse nuk o fizikisht, a i këtu është. Po fizikisht, kur do t'janë? Po mos të merrohen bre këta burrat, se po tutën për Granellit. Jo bre burve që po dojna mos përna e zilë që të ngërqim politik. Jo, ngërqim politik mund vetëm populli i Kosovës ta rregullon këtë. A ko me orë me mesazh qartë nëse vjen Granelli në Kosovë, Fatmir? Granelli nuk bën qeveri. Jo. Granelli thot, i keni marrë obligimet ndërkombëtare. Dëgjoj, na kemi obligime ndërkombëtare. Kur pithojnë këto njerëzit tani pse pithu, po na s'kem çore pa thon. Se i ke marrë ato në obligime dhe ka marrë Kurti në Ohër edhe në Bruksel. Edhe ky tash, është një farë fjale popullore, ku po do na lën kopilin dorë. Po kjo punë do të mu krye. Amerika, që Amerikë që unë kum lexuar për to njof, unë nuk kisha dashur këtë Kosovë as një njeri tjetër as këfar as kur gjë, veç amerikanët me postu. Edhe me pos ushtarët Amerikës, as një hiç tjetër, hiç. Evropa ku ka shkuar? Kalon probleme. Amerika është ajo që ka mbrojtur dhe ka shtruar këtë vend. Nuk ka tjetër. A mendon që ka marrë me mesazh qartë? Pra, ne duhet ta dëgjojmë Amerikën. Amerika s'po na thon bënu servil ton. Kur s'na ka thon? Por me dëgjuam, me koordinuam me ta, na duhet se na nuk i na shliruar vetë. E kush mendon që do ta formojë qeverinë, Fatmir? Qeverinë? Do të jetë kryeminist Albin Kurti. Qëra, Albin Kurti mundet më bu kryeministër, por një njerit që nuk ta pranon Amerika, nuk ka çka dyn. Për bes nuk ka nuk. Unë e di që ka fituar një 4-8 deputetë, sa e ka fituar, dhe të formon burë. Por ti je në sankcionet Bashkimit Evropian, je në embargot të Amerikës, kje probleme në veri të natyrave të ndryshme. E njët në odë, basë që ndëri Fatja Shari, që ka i tha Ministrit punëve të mbrëmshme, se nështë ta ju... Po, apo gënë kosha me në të bëna? Ja, dha një mesazh. Edhe mesazh më të mirë. Çka tha? I tha se herë këm ngue une, ma mirë më karo. Kjo është mesazh jashtëzakonshëm. Bravo, bravo. S'na s'ka i.
Dreq për e jeti? Jo, po kjo është e vërtet, domthonë në familjen e cila unë e kisha shpoll ato borë mbretëror. Se s'po di, domthonë mret do të më shpoll familja e Shari. Ajo është o borri mbretëror. Është në histori nuk mohet men ku në botë kjo çështje që ka ndodhur. Pra, nuk po them që të bëhemi mbretëri, por ai vend e meriton titullin e mbretërisë. Kur ato fjalë, kur të thuhen në odën e Adem Jasharit, e i dalim pej gojës të Rifat Jasharit, ajo është amen. Amen, aty s'ki çka flet mo. Ai e tha. E çka mendon ti, se jemi minuta, çka mendon kush do ta bëjë koalicionin? Te bo kush duan. Unë veç duhet që Amerika me konë me neve. E serbët ta shkojnë me Albin Kurtin. Po s'po më intereson puna e serbëve bre. S'po më intereson puna e ty në heqa, po kupton. Po që ki ti që ata të manë për ndërretnin kje? Ja janë gëm, ata janë pjesë të kushtetutës tonë, ose adri. Pa të shkojnë koalicion, po jo? Kusht e formon qeverin, s'ka hall pa jollo ministrin atyne. Nuk ka hall, se është kategori kushtetuese, thët kushtetutën cilën ne e kemi aprovuar. Këto, na, mu në me buqer vete, jo kësë po do me këta, jo kësë po do me ta. Dhe gjë, ne duhet një herë për gjithmonë të flasëm me të vërtetën, duhet të zgjedhëm njerëz të cilët nuk e kam problem me shku në Beograd, me folë midis parlamentit Serbisë, me ju kallëzu që ka keni bo në Kosovë. Po shkurt. Edhe me i prit, demokrat, njerëz sërbë, se nuk janë tonë ata. Po, e vërtet, Fatmen, shkurt, se është pyetja fundit. Hajde. Kush do ta formojë koalicionin sipas teje? Ka Zana Burni me ne me yti? Ose më shef se ti e di. Dëgja, ja po me dhon mendimin tash. Mendimin tanë? Unë mendim jam, kom qef mu kryue qeveri e cila është totalisht pro-amerikane. Që i bje? Që i bjen mi formua që ata që nuk janë anti-amerikan, po janë pro-amerikës. LDK, PDK, AK? Në kofshin të meqëm, po me koni meqëm edhe Albini du të mi po këtë punë. Jo pëse jam e nëjtë keqen, sinqerisht se unë jem rrit me to, një hymje. Por, kur te pajsh që nuk po të bënë Amerika, dhe gjë, nuk shkojnë në zërë punë. Qka ke thonë ke dollë Fatmen, kush do tjetë kryeministri si pas të jetë aqymi apja qëllan? Shkor? Kryeministri Kosovësa? Për bes... Lëmiri a Bedreomza? Nga që qysh po kom qef unë. Unë e kësha pas qef që në prill të vitit tarshëm, aty ku janë ndërprejti kjo gjykat e pa drejt, të vjen president Hashim Thaçi. E vërtet, po e kryeministri... Në prill të vitit tarshëm. E nëse është Hashim Thaçi president e vjen nga propozimi i Partisë Demokratike të Kosovës, atëherë kryeministri do të mjalon dikuj tjetër. Që o Lëmira? Po tash Lëmiri gjendet një kompromis. Hajde për ajku. Bravo, darë të vite për vati.